Myftiu i Korçës Ledian Cikaleshi ka shprehur shqetësimin e komuniteteve fetare lidhur me projekt ligjin e miratuar së fundmi ku përfshihen termat barazi gjinore dhe diskriminim. Ai deklaroi se konsultimi publik nuk ka marrë parasysh vërejtjet e këtyre komuniteteve, ndërsa ligji sipas tij është votuar si imponim nga Bashkimi Evropian dhe jo si një domosdoshmëri e shoqërisë shqiptare. Nuk u morën parasysh asnjëra nga po themi pjesët e vërejtjeve që ne kishim ndaj një ligji të tillë. Dhe ata që votuan deklaruan që ne votuam pasi kështu na kërkonte Bashkimi Evropian. Pra, nuk erdhi si nevojë reale e shoqërisë apo problematikave që mund të ketë shoqëria. Dhe kjo është problem, domethënë pjesa e imponimit të një çështje që nuk është problem real i shoqërisë. Në vijim, Cikaleshi u shpreh se besimet fetare në Shqipëri përpiqen të ruajnë familjen dhe shoqërinë nga antivlerat. Ai paralajmëroi se pas këtij ligji do të diskutohet edhe martesa mes të njëjtës gjini. Agenda të tilla apo terma të tilla, të cilat duken shumë naive apo shumë të bukura që ne po mbrojmë nga diskriminimi, nga duan barazim gjinore e tjerë, pra kur fillon pastaj të aplikohen, pra nuk janë më të tilla. Dalin çështje të tjera pastaj që dhe ligjvënësi nuk mundi kishte parashikuar. Mëtej, myftiu i Korçës kritikoi mungesën e aksesit të komuniteteve fetare në edukimin e fëmijëve. Sipas tij, ndërkohë që komunitetet përjashtohen nga edukimi moral, agjenda të tjera ideologjike po marrin hapësirë në shkolla duke ndikuar tek fëmijët që në moshë të vogël.